Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonë në takimin në radhës dhe kjo është takimi jonë përmbyllës për këtë sezon para muajit të shenjtë të Ramazanit. Pastaj normalisht, sikur që e keni të njohur, muajin e Ramazanit e kalojmë ndryshe e pastaj rikthehemi, nëse Allah na shëndet edhe jetë, pas Ramazanit me rrjedhjen e dersave tona të zakonshme. Këtë vit, në kuadër të përgatitjes tonë për Ramazan, kemi përzgjedhur temën që ka të bëjë me një nga adhurimet e rëndësishme të zemrës, e që është një lloj rregullatori edhe përmirësuesi dhe një lloj adhurimi i cili realisht kushtohen adhurimet e tjera përmes tij. Ajo është mendimi i mirë për Allahun te bareke ve teala. Kemi thënë çka nuk kupton të kesh mendim të mirë për Zotin, si ndahet dhe si manifestohet, dhe në takimin e fundit kemi filluar që të flasim për mendimin e mirë për Allahun në adhurimin ndaj Allahut te bareke ve teala. Domethënë si funksionon dhe si kombinohet adhurimi ndaj Allahut azza wa jall dhe gjithashtu mendimi i mirë për Allahun xhalla xhelalu. Kemi pranuar disa shembuj dhe kemi me tek duaja, ku atje kemi përmendur se mendimi i mirë për Allahun azza wa jall në raport me adhurimin e lutjes ndërtohet kryesisht në 5 emra të Allahut azza wa jall. Edhe pse çdo emër i Allahut i shërben mendimit të mirë, mos të keq kuptojmë se vetëm këto janë, mirë po i kemi marrë 5 emra për shkak se kanë një lidhje pak më të veçantë me adhurimin e lutjes. Ku nga këta ana kemi përmendur emrin Allahut as-Sami', ti kur i bindur se Allahu e dëgjon lutjen tënde, atër mendimi yt përmirësohet për Allahun xhallahu ala, se tash mbetet në dorën e Allahut kur ai të përgjigjet, e ti i bindur se ai e din më së miri se kur dhe si të përgjigjet. E kështu me radhë me emrat e tij që kemi përmendur në takimin e kaluar. Kemi mbetur tek pjesa e tretë e kësaj pike, nga se kemi përmendur emrat, kemi përmendur argumentet, dhe tash përmendim edhe funksionimin e, domethënë, mendimit mirë për Allahun në raport me adhurimin e Allahut përmes duas. Nga se kemi thënë, nëse bëhet kombinimi si duhet, nëse e kuptojmë si duhet, atëherë do të ketë funksionim të duhur, patjetër. Nuk ka mundësi me kundryshe. Moment kur nuk ka funksionim të duhur, problemi është e kombinimet e kërkuara. Nuk është kombinu diçka që duhet, apo nuk është plotësu diçka që duhet. Prandaj mendimi i mirë për Allahun azza wa jall në raport me adhurimin e Allahut përmes duas ndërtohet në këtë emra. Momentin kur të emra funksionon siç duhet dhe kombinohen mes vete dhe me duan, atëherë padyshim se besimtari nuk ka tjetër pos të mendon mirë për Allahun xhalla xhelalu, dhe ky mendim i mirë ndoshta mund të përkufizohet më së miri na që ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala në raport me duan, e ka thënë se unë nuk e barti kur brengën e përgjigjes, unë gjithmonë e barti brengën e duas. Nga emri është duaja, e kam bërë kombinimin e duhur, a është përcjell me mendim të mirë për Allahun xhallahu ala, a ndërtuar në emrat e duhur me bindje kështu me radhë. Ndërsa përgjigja asnjëherë nuk është çështje që unë për të brengosëm. Në kuptim të asaj se është i bindur se Allahu xhallahu ala ka premtuar se përgjigjet dhe ai përgjigjet. Andaj bindja se Allahu përgjigjet është një nga treguesit e mendimit mirë për Allahun te bareke ve teala. E padyshim se të ndrozën kurimit të duaja dhe shërim më rëndësi, se duaja është një prej formave domon më të shpeshta të komunikimit të robëve me Allahun xhalla xhelalu. Keni pa për ka njerëz që nuk komunikojnë me Allahun xhalla xhelalu për shkak përmes shumë adhurimeve. Do shumë adhurime janë të fikura, nuk funksionon raporti i robët me Allahun xhalla xhelalu, pra nuk falet, nuk agjeron, sa shumë punë nuk e kryen.
Mirë po, kur bën punë duaja, është shumë i zellshëm. E din se ku është adresa, ku duhet më kthy. E lut Allahun te bareke ve teala. Madje Allahu xhallahu ala përmend se edhe duaja është një lloj komunikimi edhe i dhujtarë me Allahun xhallahu xhelalu. Sa e në rahat, sa e në mirë, nuk e përmend Allahun, s'beson Allahun xhallahu ala, mirë po kur në situata të vështira aktivizohet duaja. E duaja është pothuajse një lloj raporti i veçantë i robit me Allahun te bareke ve teala. Robi sot që largohet pi Allahu xhallahu ala e din se duaja ka me kthy ditët për ditëve të pragu i adhurimit me Allahun te bareke ve teala. Andaj me që është një lidhje kaq e veçantë, kaq specifike, edhe është një lidhje që ndoshta e fundit shkputet mes robit të Allahut xhallahu xhelalu, e fundit shkputet, apo edhe ndoshta është ajo që më shumti robi e përdor nga të tjerat, atëherë padyshim se insistimi i shejtanit që këtë çështje me e njollos, me e vështirësu, me e kompliku është insistim i vazhdueshëm. Vezvese që vinë të duaja, nuk mund të gjesh në shumë adhurime tjera në raport me Allahun te bareke ve teala. Për shkak se e din se nëse këtu arrin me e njollos mendimin e mirë për Allahun te bareke ve teala, nëse këtu arrin me e zbraps robin nga komunikimi me Allahun xhallahu ala, atë tjetër ka më qenë shumë më lehtë. Prandaj duaja është vërtet shumë e rëndësishme që të mirëmbahet ky adhurim si duhet. E mirëmbahet me mendim të mirë, në veçantë, pastaj edhe me elementet e tjera që i kemi përmendur tek ligjëratat e duas. Për këtë arsye është më rëndësishëm shumë mendimi i mirë mos të preket absolutisht nga asnjë tendencë djallëzore përmes çytjeve të tij në raport me Allahun xhallahu ala. S'bën me lejuar. Për këtë arsye më qenë shumë strekt në këtë aspekt me e mirëmbajt mendimin e mirë për Zotin gjithmonë në raport me adhurimin e duas. Adhurimin e Allahut përmes duas. Ne këtu kemi përmendur tash ato emra që kalimti kemi përmendur se kushte emri i Allahut, Er-Rabb, ai është Zoti që jep, emri i tij Rabb në kupton dhënien e vazhdueshme, Es-Sami, dëgjon lutjen tënde e tjera që mos të marrim nga koha e pikave tjera. Si funksionon ky kombinim tash që na jep gjithmonë mendimin e mirë për Allahun te bareke ve teala, domthonë çysh mirëmbahet mendimi i mirë për Allahun xhallahu ala dhe duaja funksionon gjithmonë, pavarësisht epilogut të duas. Çysh më majt këtë dua gjithmonë aktive, komunikimin e vazhdueshëm me Allahun, por që të mirëmbahet kjo dua me mendim mirë për Allahun xhallahu ala. Çysh funksionon kjo? E para të vëllezër, kujdesi për shkaqet e pranimit të duas. Shumë njerëz për shembull nuk kujdesen për shkaqet e pranimit të duas. Mirë po, shumë kujdesen për afatet kohore të përgjigjes së duas. E kom lutë Allahun këtë gjuma më kry sukry, e kom lutë Allahun këtë Ramazan, e din shumë mirë kohën, e din shumë mirë çka ka thonë, gjitha i mon men. Mirë po, kujdesit i për plotësimin e kushteve të duas është kujdes minimal. Në këtë tregon se mendimi mirë për Allahun nuk funksionon, se po të kishte më qenë funksional, apo ku kishte më kthyej vrejtjen, ku kishte më kthyej mangësinë ka vetvetja, nëse ka Allahu kishte më qenë gjithmonë që është janë rregull. Unë se kom bo doa që shdojt, unë kom në diqka mungu. Si duket, ndoshta në formulim, ndoshta në gjendje, ndoshta në mënyrën, e kështu më radhë, si kam komuniku me Allahun te bareke ve teala, s'ka qenë rregull. Andaj, kjo është tregu se po funksion mendimi mirë për Allahun. Të ndërlozër, çdo mangësi një që e kemi, çdo problem që na ndodh në jetën tonë, apo forca e qortimit kthehet ka vetvetja, ndërsa forca e madhnimit shkon ka Allahu te bareke ve teala. Sa ka debalans në këto dy forca, tregon se ka problem me mendimin e mirë për Allahun te bareke ve teala. Don forca e madhnimit të Allahut ka shkon ka Allahu azza xal. Forca e bindjes se Allahu xhalla xhelalu cakton veç ka është hajër për mua. Problemi është tek unë, te kuptimi i sprovës, te nxitimi jam, te mungesa e sabrit, shumë tjera, ama unë jam problemi. Hajde tash të marr masë të duhura që ta përmirësoj qasjet për ta kuptuar mirë caktimin e Allahut te bareke ve teala. Sa më fuqish mi kthesh vetvetes në kuptim të qortimit dhe rrimarrjes së vetvetes në kuptim të përmirësimit, dhe sa më tepër e fuqizon madhnimin për Allahun te bareke ve teala, realisht është treguese po funksionon siç duhet mendimi i mirë për Allahun xhallahu ala. E kjo padyshim kërkohet gjithë aspektet në veçantë tek duaja. Andaj ke marrë masë të duhura për duan, a ke lut, a ke thon, a ke bërë këtë kështu më radhë. A kjo është tregues se kur në çdo lutje
besimtari kujdeset dhe brengoset, sikur se ka thënë Omeri radhiyallahu anhu për duan, atë mirë mban, atë kujdes, ndërsa tjerat është i bindur se Allahu ka premtuar dhe ai premtimi i tij nuk absolutisht nuk mbetet pa u zbatuar. E dyta atë ndonëse kujdesi për shkaqe duas. E dyta është kujdesi për bindjen e dua. Duaja të ndonëse ndërtohet mbi disa faktorë që e bëjnë të pranueshme tek Allahu azza wa jall. Shumica e njerëzve mendojnë se faktori kryesor që ndikon apo garanton pranimin e duas është zori që komunon. Do brenga gale që komunon. Mendoj që kjo është faktori kryesor. Kjo është një faktor, padyshim. Mirë, po nga faktori kryesor është bindja. Sa i bindun se Allahu ka mund të përgjigjë. A është qasje eksperimentale, a është qasje me hamendje, a është qasje me rezerva, apo është qasje me dorëzim të plot Allahut azza wajal në lutje. Qysh e ke bu lutjen? Allahu e din zemrën e çdo kujt. Allahu e din a ka rezerva, Allahu a ka hamendsi, apo a ka bindje. Kujdesu për bindjen. Sa më tepër e shton bindjen, funksionon mendimi i mirë për Allahun azza wajal. Nëse nuk ka mundësi me e funksionalizu bindjen, askush pos mendimit, dhe nuk të mirë për Allahun xhallahu ala. E nuk ka mundësi me mirëmbajt mendimin e mirë për Allahun gjatë duas, ashtu sikurse bindja në premtimin e Allahut xhallahu ala, sa ai ka premtuar, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti tha, "Më lutni, ju përgjigjem." Mur fund kjo. U kry. Ta çka mbeten kjo aspekt të kujdes për shkaqet dhe për bindjen, që ajo bindje të jetë forca shtytse e duas drejt Allahut xhalla xhelalu. Sa më shumë bindje tregon se po funksionon mendimi i mirë për Allahun xhallahu ala. E bindja ushqet ku me emrat e Allahut xhallahu ala, që kemi thonë. E bindu sa ajo është, ai ka thonë emrit, ai Allahu xhallahu ala ka mësuar se nga emrat i është Ar-Rabb. Ar-Rabb e kemi çka është? Unë kujdesim për ty. Ai ka unë tash çka ka pasaj? Do kujdesi çka në kupton? Gjithçka. Në çdo situatë, në çdo vërtetësi, ku do të qesh, ai kujdes për ty. Mirë, por nuk mund të më mësu ti kujdestari që më kujdes për ty. Po dush me ditë me lexu kujdesin e Allahu xhallahu ala për ty. Çka në kupton më kujdes Allahu xhallahu ala për ty e kështu me radhë. Nga ato që më përmend është që nga treguesi se po funksionon mendimi i mirë për Allahun xhallahu ala do është mos nxitimi dhe mos kushtëzimin përgjigje. Mos nxito. Ti merr me dua, merr me lutje. Ti mos nxito kur mu të përgjigj Allahu te bareke ve taala. Nuk dihet atë. Në këtë shejtani vjen edhe ngacmon njerin, që apshe po lutesh, pse po zgat? Lekit punë mo. Allahu s'po don, Allahu s'po përgjigjet e kështu me radhë, lekit çështja. Shumë njerëz e luajnë atë. Andaj thotë Ibn Xhauzi rahimullah, në një rast, është kemi përmendur edhe këtu, sa është më rëndësi, po është fjalë e urtë që e ka Ibn Xhauzi rahimullah, thotë vjen shejtani e thotë që sa kohë po lutesh nuk ka përgjigje. Thotë Ibn Xhauzi rahimullah, ktheja e thuj për adhurim po lutem e jo për përgjigje. Për adhurim po lutem. Unë Allahun pelus për më adhuru, përgjigje është në radhë dytë. Shumë njerëz e kanë më prioritet përgjigjen se adhurimin. Kjo është një gabuar, që ata nxitën. Ai i cili e ka prioritet adhurimin, unë e kam rëndësi se Allah ma ka qenë ide të adhurimit. Unë ka dhënë një sprovë, ka dhënë një telash, një problem, e kam një kërkesë te Allahu azza xal. Dhe kjo që më ka ndodhur mua, apo e ka qenë një derë të re të komunikimit me Allahun xhallahu ala, apo e ka qenë mundësi të adhurimit. Dhe për mua kjo është më e kënaqshme, më e rëndësishme se vetë përgjigja në dua. Nëse për mua është adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala më madhor, më i rëndësishëm, më prioritar se kërkesa që mund vinë nga ana e dunjos që mund duan. Kjo nuk është për me e nënvlerësu, absolutisht kërkesat tona, çfarë do kemi në dunjë? Mirë po, kur bie puna për adhurimin, adhurimi është padyshim larg në aspektin e përfitimit, e dobisë, e shpëlimit në raport me çka kemi marrë për dunjos. Për shembull, sa është
e madhe kërkesa jote në raport me dunjan. Për shembull, nëse kërkesa jote ka të bëjë me diçka të caktuar të kësaj bote, shëndetje për shembull, pasunia, probleme të caktuara kështu me radhë. Nëse Allahu ta jep, nëse Allahu ta jep komplet çka kërku, edhe më njëherë Allah të përgjigjet. Sa përqind është harxhu dunjaja në raport me kërkesën që e ke plotësuti? Sa përqind? Sa me dunja me mangët me ato që ke marti? Sa me? Kur gjë? Për shembull me thonë që ti je i smut e kërkon Allah me të shëru. Apo, nëse Allah të shëran, apo, sa ju ka mejt shnet njerëzve tjetër, a ju ka argju ti dikujt shnetën, a ju ka argju dikujt? Jo, njerëz vazhdojnë, ka Allah gjellë të jap ty, pa ja mungu tjerë, apo. Ka që ke marë, nuk është marrë vesh hiq nga totali dunjas në përgjigje. Nëse Allah të shpërblen për adhurimin, apo, sa ke hargju nga dunjaja? Sa dunja dosh me t'jep për me shpërbli për adhurim? Apo kuptan? Nëse dosh për me shëru, me marrë nga dunjaja diçka, pa vërin dunja heq, e kuptum. Për me shpërbli Allahu në ahiret për adhurim, apo, sa nga dunjaja dosh me marrë? S'krasohet. Për shkak se dunjaja tani bëhet komplet e pavlefshme në raport me shpëlimin e ahiretit. Absolutisht. Sin kombinim heq apo. Apo e kupton tash dallim mes adhurimit dhe përgjigjes? Këtu nuk vrejet edhe kur t'jep, a këtu s'un t'jep i kësaj, du t'jep dikon tjetër apo. Andaj prioritet është adhurimi. Andaj mos nxita. Ti sa të lutesh, ti e tu shpërbly, ti e në adhurim. Për shkak se vetë pejgamberi më ka thonë, lutja është pikërisht adhurimi. Që aty është adhurimi, në lutje. Që aty është përulja, që aty është nështrimi, që aty është vartënia për Zotin te barekutaala, që aty e pretan se nuk mundesh vetë, nuk mundesh pa Allahun te barekutaala. Gjitha këto kuptime, pretime që ngjallen dua, vallahi janë më të shtrejta, më të rëndësishme se kush e çka me t'jep Allahu xhallahu nga ajo që ti e ke lutur. Këto kuptime nuk kishin më ngjall, nuk kishin më ardh, këto pretime s'kishin më ardh, po të mos më shqen çaja kërkesë. Aja kërkesë ka qenë sebeb. Dhe këtë shpesoj të kuptojnë drejt. Në momentin kër kërkesa e caktuar, apo të ka qunë në adhurim, kërkesa o plëcuve, ka kry rullën e vetëm. Këtë që dhe njështë të kësaj është fitim kështut ekstra, apo kush e kuptan se jeta është për me adhuru Allah në të barekutaala. A kush e kuptan se jeta është për me përmbush kërkesë të dunjas, atëre duaja për te duhet më shpejt se kena probleme. Ndaj të vëzër, Allahu xhallahu ka ushtarë vetë, ka ushtarë të vetë, që i qenë Allahu të vartërë me në majnë binarë. Problemet e dunjas, provat janë ushtarë për ushtarët Allahu xhallahu. Ai ta qenë një smundje, ta qenë një telar, ta qenë një problem, ta qenë një sprov, një pengesë, Allahu ta qenë. Që aja që ka me të bo, me të këthy ma fuqishëm në raporte me Allahu xhallahu, me të këthy ma fuqishëm në binarët e adhurimit. Nëse që kjo realizohet, apo, në aspektin e qëllimit të krijimit, kërkesa e ka kry sprova, apo e ka kry rolin e vetë. Murë fund. Ajo u kry, ajo shkaj. Se e ka sjellë në situatë më të mirë mas sprovës. Se që ke pas para sprovës në për më lanë gjellëvra. Për mirësimi që raporti është qëllimi i krijimit. E pastaj përgjigja në kërkesë është dhurat ekstra. Për që besimtar nuk e nxiton, por vazhdon me lutje. Për shkak se din se lutja është adhurim. E çështu funksionon mendimi i mi për Allahun xhallahu në raport me adhurimin e Allahut përmes duas. Gjithashtu të ndërlozë nga kuptimet e duhura që duhet me funksionu momenti kur kombinohet mendimi i mirë me duan, është edhe kuptimi që thotë kështu: vonesat e përgjigjes e shtojnë dashninë. Sa më shumë vonohet përgjigja, të shtohet dashnia për Allahun xhallahu xhallahu. Që kjo është rezultati i duhur. Pse? Për shkak asaj që thash më herët. Ti e din se Allahu xhallahu xhallahu nëse të ka dhënë mundësi me adhuru, të ka ndëruar, të ka përzgjedhur. Nëse të ka diçka nga dunjaja, jo domosdoshmërisht, s'do më thonë që të ka përzgjedhur dhe të ka dashur. Jo domosdoshmërisht. Apo
Pra i sa ma te për të mbanë Allahu te barek o tala në kanal në komunikim me te dhe të adhurimit, të regon se për të dënë. Momentin kur ndalët doja për shkak se përmbyllët kërkesa, plëtsot, ti e ndërpen adhurimin, ti se lutë më Allah për këtë punë. Andaj, ti e kupton vënesën si dashurit të Allah në dajteje për me e dëgju në vazhdimësi zërin tëndë. Për me të pa vazhdimisht duke ju përgjëru, e nështru, e gjënzu Allah Gjellë Gjellalu me rvafnit plot në adhurim për mes duas. E kjo është e dashnis, kjo është e dashnis. Andaj të vëzër, shikoni qasja që e ndryshon komplet edhe raportin. Disa njerë për shambull, kur vonohet, thot Allahu s'pëna dënë, Allah, lej këtë qështja, kjo bënd të pjesë a parë, po, përmirësoj vetën, ndërtoj vetën, është vërtet, rishikoj problemet ku i kinë, pengesë e duas, këtë e të regum, por nuk duhet veçaj me konë, nuk duhet qasja e mëkatimit me konë e që realisht funksionon në raport me komunikim me Allahun te barekutaala. Spërgjigjet vonohet gjinohet. Kjo është një, e dyta si ke marrë sebebet, e dy e kallzum këto. Po në kuadër sa është vonesa bëhet e për shkak se po don me dëgju më shumë të lut. Po don me pa më shpesh duke ju gjëzu Allahu xhalla xhelaluhu. Për shkak se të vëllazër njëri din nga situata veta. Kur ke qenë në situata të vështira, ke pas një kërkesë apo shumë adhurime ka pas një kuptim më të veçantë. Jo kur më kujdesshëm në situata caktuara në mëkatim, për shkak se ke qenë në presion të kërkesës për me të përgjigj. Në momentin kur është përgjigj, shumë sene e në këthy në normalin e dikurshme, apo që është këthim rapa, nuk është avancim për para. Prandaj, kur të manë Allahu Gjallahu Ala në këtë situatë, ku zemra mobilizohet, fuqishëm, me lutë Allahu Gjallahu Ala, më këthy kaj, a i po të dënë, andaj ti dush me ju përgjigj me dashni shtesë. Nga sa ajtë ka dasht, prandaj ata ka qelë dirë në adhurimit. Vallaj mës me dasht ta qelë këtë dirë kora. Nuk ta qelë këtë dirë kora. Për të arsye, ka qenë një prej asketëve të njohur, edhe njerëzve që kanë qenë të respektuar dhe Nun el-Misri, rahimahullah. Ka qenë adhurues i madh i Allahut Azza wa Jall, shembull si Fudhal ibn Iyadi, Hasan al-Basriu e kështu me radhë. Ka qenë pak më i vështirë, por ka qenë domoni i nivelit të lartë të adhurimit të Allahut te barekutaala. Ka edhe fjalë turta, ka fjalë të mençura të shkurta kështu me radhë, dhe Nun el-Misri rahimahullah. Ai një ditë të vëllazër ka qenë tawaf, duke bërë tawaf në Kabe, e ka dëgjuar një vajzë të re duke bërë dua kështu. Për hir dashnisë që ki për meje, për hir të dashnisë që ki ndaj meje, më jap një zemër që don. Kam kujdes fjalë. Çish po i thosh Allahut për dashninë që ki ndaj meje. Ti thuj për dashninë që kam ndaj teje, ku e din ti që Allah, pra ti po lut dua, apo në dua po përmend dashninë Allah ndaj teje, a mos është kjo pak e tepërt apo? Ti më thon Zot për hir të asaj që po du, po më me dasht, ti lut Allahun me veprat e tua. Po ti ku garanton që Allahu te barekutaala për shembull don ty çaq sa më të përgjigj çdo do, nuk e din ti këtë punë. Ai se ka njoft ata. Se ka di kush. Po i kanë, o i mirë. Po dhe Nun el-Misri ti kanë, o i shkret, në të kuptojmë që po ti sans po më shëvesh me Allahun. I ka thonë kam qenë në idhujtari me një vend larg. E ka thënë Allahu një ushtri pikë këtij veni e më shëruat vën atje. E pe atje më kam pru këtu, tash bëj tawaf. Kjo ai bjen që më dëna që nuk më dën. Mos më ndasht, më kishte atje, po më dënë më ka pru këtu aftën. Andaj për çat dashni që më ke pru pe atje që tu, më jap një zemër që don ty shumë aftën. E ka kuptuar edhe në misë se kogja larg ku kanë marrë dosanën naftën. Çu ja çinë do njerëz ato. Allah ja çinë do njerëz habitë, çu ja çinë Allah do njerëz me kul do puna apo. Çu e vlerëson kujdesin e Allahut për të aftën. Andaj të ndërvozër, sa herë të ka sjell pe një situatë tjetër, por nga hutia e habia të ka sjell vëmendjen kujdes të adhurimit, dije që njerëz ka bëhet ka dasht dhe tash me të majt në këtë vëmendje, në këtë kujdes, në këtë orientim përmes duas, është e dashnisë se në momentin kur të largon nga kjo, e të kthen në habin e dunjas,
bëhesh njëri prej të tjerëve apo. Kush i vonesë është hajër, nuk dihet apo. Kur vjen nga Allahu te barekuta, nga sa nuk cakton porobën për se hajër apo. Andaj besimtari i shtohet dashnia. Allahu ka mundësi të më përgjigj edhe s'ka bu do mu. Ma mundësoj edhe një namaz natë mu që mu falë, se s'ka që mu falë, apo me zgatë e ka pak sejtë, se kësha zgatë mësë me konë që këtë do. I lidhë qërët me adhurimin, e pastaj marrin kuptim dhe shto dashnia për Allahun te bareke wa ta'ala. Prandaj, këtu janë disa kuptimet ndërlozën që realisht tregojnë funksionimin e duhur të mendimit të mirë ndaj Allahut xhallahu ala në raport me adhurimin e Allahut përmes duas. Dhe çështja e tretë e fundit lidhe me këta shembuj që po i marrëm në aspektin e adhurimit është edhe çështja e stabilitetit, thjesht i qëndrueshëm në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Është domthonë vazhdimësia në adhurime dhe shtimi i vazhdueshëm dhe ngritja e vazhdueshme është adhurim, edhe është padyshim është tregues i funksionimit të adhurimit që duhet. Prandaj sa ka situata për shembull ka rrethana ku nganjëre ende pa u prek nga rrethana dorëzohemi. Për shembull ka njerëz që nuk ka guxim me bën një hap të caktuar në adhurim për shkak se e ka frikën e vazhdimësisë, e ka frikën e qëndrimit. S'në maj, nuk është letë në këtë vend me qëndru, nuk është letë në këtë vend me konstabil, nuk është letë në situatone me vazhdu kështu, apo? Se për njëra e kish bo, me për kore kujton që jetë është gate, vjen situatate, a i ke këtu i ka në iluzione. Dhe pastaj zbrapset ato. Kjo është tregim, kjo qasje, apo? Ku e komplikon situatën e adhurimit për të vazhdu tutje, apo? Për shkak të rrethanave që janë apo mund të godasin, kjo qasë është vezvese. Dhe nuk ka të bëjë me mendimin e mirë për Allahun xhallahu ala. Mendimi i mirë për Allahun te barekuta ala, të ndërlozër, është unë po filloj e ai pastaj më mban. Madje edhe fillimi është piti jap. Madje edhe fillimi sikur se tha e vajza e re apo ai më ka pru pi atij, andaj spjali këtu i zamër. Ku jam konën atë? Kështu që të mbetesh stabil në fetë Allahut azza wa jall, të ndërlozër, ti je i vazhdueshëm në adhurime, të Ramazanit, të mas Ramazanit, e kështu me radhë, realisht bëhet nga, ose varet nga fuqia e mendimit mirë për Allahun te bareke ve teala. Edhe këtu do t'i përmeni 5 emrat Allahut azza wa jall që na ndihmojnë në ndërtimin e mendimit mirë për Allahun në aspektin e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë në këtë rrugë deri në takim me Allahun te bareke ve teala. Emni i parë që du me përmen të ndërëzër emni Allahut El-Hadi. Të manë për udhëzimin, El-Hadi. Kjo emni është emni interesant. Se udhëzimi Allahut azza wa jall është një çështje e pandashme nga krijesat. Nuk ka mundësi asë një krijesë me funksionu për emni Allahut El-Hadi. Allahu thot, Alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. Aja që çdo krijesë ka jap formën, mënyrën e organizimit, ushqimit, kujdesit, ekzistencës, edhe ka udhëzu deri kësaj atë. E ka udhëzu. Për shembull, keni pa çdo kafsh, subhanallahu, orientohet natyrshëm ka ushqimin që i përshtatet atë. Për shembull, ke pa ndër dele, e cila për shembull provon apo ja kona mishin s'po ma kona e lën. Provon këtë provon, tani dikur mas të 5 vjet e merresh që ka kumbari për mua atë. A ke pa kështu apo e mas parish kanë bari atë? A ke çfarë ke pa ti? Ke pa çfarë? Ke pa. Kush e ka udhëzu delën që bari është për ty? Sa ke pa në përshëmën e tigri i vogël që kur del, ato pak të merr veten han bari. Si akona tani han diçka tani, jo, s'ka, dhe din çka hat më herë. Kush e ka udhëzu kështu? Allahu azza wa. Kush e ka udhëzu fëmin që ai që i përshtatet i duhet të xhirin nënës vet apo? Jo tjetër çka. Kush e ka udhëzu? Heda. Çka është udhëzimi i përgjithshëm? Çdo krijesë realisht s'ka çare ato. S'ka çare pa funksionin me çet emrin të Allahut te barekuta. Kush e udhëzon fëmijën me marr frymë? Kush? Kur del nga dunja, merr frymë. Normal. Kush e ka mësuar marr frymë? Ku e mësoi? Cilin kurs ka marr pjesë? S'ka kurs Allahut. El Hadi, ai ka udhëzu.
e ka kriju dhe e ka udhëzu. Që kjo është? Krejt që ka Allahu ka kriju i ka udhëzu. Në atë që ka ju bën dobi dhe ju duhet, në atë që ka Allah i ka përshtat në rrethonat e ekzistencës njëtë në kësë dunjaja. Madhështia Allahu xhallahu al-Hadi. E ky që ka udhëzu krejt, nga tërësia gjithë dhe ka përzidhë do me udhëzu tani pak më ndryshe. Përmes pejgamberëve ti, që i ka dërguar dhe librave që ka zbrit, ti udhëzon Allahu në rrugën e drejtë. El-Hadi. Është Allahu te barta. Andaj çështja e udhëzimit është të vëzër. Shikoj kjo pjesë e parë sa është e komplikuar. Pa shpjegueshme ato. Pa çu udhëzohet fëmiu për me orfrim, çu ose shumë tjera. A është e komplikuar? Shumë e komplikuar ato. Ka shpjegim kjo puna. Çu udhëzohet kjo? Çu e din kjo që shkoj të shimë? Çu e din ato? Çu din kjo që shtë ka non? Ku e din Allah? Ku e din? Keni pa fëmijë fort, ja nuk din shumë sana, ama e din dallimin kur e kap nona dhe kur e kap dikush ujë. E hetan ato. Kush e qetson, kush ato? E komplikuar me kështu, në shpjegon të këtë punë që shmohet kjo punë. Hala me i komplikuar është udhëzimi i dytë. Ky e ka luftu Islamin, u konkështot edhe sot i devotshëm. Beqë Allahu e ka udhëzuar. Yahdi men yasha. Allahu udhëzon këdën. Innaka la tahdi man ahbabta. Ti nuk i mundsi më zot këndën. Allahu udhëzon këndën apo. Dhe këtu është përfaqësia e përsi Allahut, fuqia e Allahut azza xal, urtësia e tij në udhëzimin e njerëzve. Prandaj ku e marrëm nga ky jamël mendimin për Allahun te barekutaala, e marrëm në faktin e bindjes se ai është ai që të ka udhëzu. Mes të ka udhëzu një herë, ti pyetesh çka ku mbo për më udhëzu? Kurgjë. Nëse kishim i marrë sebepet parasysh të udhëzimit të ndërvozur, kur ma shumë sebepe ke ndërmarrë për udhëzim? Para udhëzimit a gjatë udhëzimit? Ha? Për shembull, një njeri, për shembull. Për më udhëzu namaz, duhet më ndërmarrë namaz sa njëri 15 ditë. Duhet më ecë që shtot më nal to më thon do fjalë, si pas para përgatitore për udhëzim. A ka kështu? Jo. Një ondër e shën sa bashë orën sa pa falet apo. Çi shoar se dikën Allah. Çka? Kur farë sebepe s'ka marrë? Ose ai tjetëri për shembull, çfarë sebepe ka ndërmarrë? S'dim. Po ti, pse ju udhëzuti? A mush me kallzu rrëfimin e udhëzimit tën? S'tin Allah. Mi po kur i udhëzu, ke fillu me një gati vetes namaz kështu më radh. Tash sebepet për me kushtimisht po thon, me emeritu udhëzimin, a janë më aktive gjatë udhëzimit a para udhëzimit? Gjatë udhëzimit. Nëse El-Hadi më ka udhëzu pa sebepe, unë kam mendin mirë se s'paku tash me sebepe më udhëzon edhe më shumë. Që ata Allahu xhallahu thot, inna Allah la hadi alladhina amanu wa aminu s-salihat. Allahu udhëzon ata që besojnë e bën mira në rrugën e drejtë. Allahu udhëzon për shkak të besimit. Për shkak të besimit apo. I udhëzon Allahu bi imanim që u lezun yasia. Yehdim rabbuhum bi imanihim. I udhëzon Allahu me imanin e tyre. Imani është tash ai që e garanton vazhdimsinë e udhëzimit. El-Hadi. Andaj mendimi për Allahun xhallahu është me që më ka udhëzu veç me mënu për këtë çështje. Veç më jam sy kësaj çështje, i bën se tash vazhdoj se pse që El-Hadi është mas teja atë. Dhe mendim mirë për Allahun xhallahu me emrin El-Hadi e fuqizon besimtarin, e bën stabil dhe jap guxim që të mbetet i përulur Allahut pavarësisht rrethanave situatave kështu më radhë. Momenti kur na e dobësojmë ndikimin e Allahut El-Hadi në jetën tonë dhe i fuqizojmë më shumë rrethana të dunjas se El-Hadi, dobësohemi. Prandaj të vëzër, për emna që ndërtohet me të mendimin për Allah në udhëzim, në vazhdimsinë e sabit është emri i Allahut An-Nasir. An-Nasir, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Nëse Allahu ju ndihmon, nuk ka kush mund. S'ka gjuna, s'ka rrethan, s'ka fitne, s'ka fesad, s'ka presion, s'ka shtypje, s'ka forcë, s'ka fushat, s'ka kurrgjë, s'ka jorshje që ka mundësi me un poshtë në fushën e udhëzimit. S'ka e pamundshme. Pse? An-Nasir. Për shta ka sura Al-Furqan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Mjafton Allahu udhëzues edhe ndihmues. Ai të zën dhe ai ndihmon këtë udhëzim. Prandaj të ndërrozë.
këna me pranë në përmbylljen nëse na del vakti, është që është se faktori kryesor, burimi kryesor që e ushqen zemrën me mendim të mirë të Allahut azh është me njoftë Allahun te barë. Shiko, wa kafa bi rabbika, mjafton Zotit, mjafton që është Allahu hadi wa nasir, mjafton çfarë do të më shumë. Çka po duhet më shumë ty garancë se ti ec nat në muim dhe nat uzim. E çka po të më shumë se çka? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Mjafton Allahu që është hadi, ai të uzon ty. Ai e mon uzimin. Ai të shtyn përpara. Ndërsa të ndihmon me faktorë të shumë të ndryshëm që të mbetesh stabil e i qëndrueshëm në rrugën e Allahut azh. Prandaj çdo hamendsi që mund të shfaqet në fillim, një motër muslimane për shembull, është në dilema për mbulesën. Unë se kam problem tash me qit, po tani më vonë, lej këtu, lej këtu, tash a mundesh 5 minuta me mojt bëri, po 5 e moj, kemi mojt atë 500 vjet me izin Allahut nëse ti jep Allahu i mbrapsht. Apo se fillimi është më rëndësi. Ti hyn, ai pastaj vazhdon Allahu te bareke ve taala. Ç'ka më rëndësi apo? Ti ki me filluar, ai me vazhdu. Kjo është marrëveshja mes Allahut dhe robën në kuptimin e udhëzimit. Madje edhe hyrë në shpitina. Pitina është. Ama po flas kuptim të sebepeve, ti e merr hapin e parë, mbulohesh, pendohesh, largohesh pi haramit, fillon 5 kohë namazit me lenin Allah azza wajal, el hadi edhe nasir. Vazhdon pastaj deri në kiamet, s'ka lkundje apo. Se zotën e tjerë çushën mojt ata të tjerë. Me çka veta? Me forcat e tyre? Jo, vllazëri, jo, me çdo el hadi wa nasir. Andaj nga lutjet më të shpeshta të pejgamberit ka qenë ja muqallibal qulub, ti që ki zemrat e robën dorë. Zemrat e robën dorë çkan mi udhëzua dhe ajo është i vetmi që e ndihmon një zemër me mbjetu mbi dilemat e epshit e kërkesat e joshtë këtu më radh e nasir. Prandaj njohja e Allahut me këtë emra e fuqizon mendimin e mirë në çdo adhurim që ti nis për Allahun te barekutaala. Shejtani ju frikson nga devotshmëria. Frikson se më bësh shumë takva tani, as nuk kesh, tani që izolohesh, këtë vezvese vallahi, këtë vezvese apo. Ti udhëzimin duhesh me njoft, duhesh me kuptu jetën përmes emrave të Allahut, jo përmes vezveseve të shejtanit. Emrat e Allahut kallëzojnë çu jetohet, çka është jeta, çka ndodh të ardhmen, këtë kupton nëse një Allah që duhet ato. El Hadi dhe Nasir. Ai që uzon ai që të ndihmon ato. Nga emrat që gjithashtu ndërtohet me to mendimi i mirë për Allahun te barekutaala. Në stabilitet, qëndrueshmëri e vërtetësisht emrat El Wali. El Wali. Allahu thon Kur'an se ai është Waliu Salihin. Ai është Waliu i të mirë raptan. Pastaj na ka mësuar me lut Allah me këtë emër edhe El Wali edhe Maulana apo që është në këtë kuptim apo me disa dallime. Në këtë rast El Wali çfarë kuptimi ka apo? Emri Allah El Wali ka shumë kuptime. Në këtë rast çfarë kuptimi ka? El Wali të vëzër në këtë rast në kuptim që është dikush që ti merr përsipër problemet që ti kallaj me ecë. Pra ki barë tron, apo, dikush nga afërsia që e ka për ty, e dashnia, do qërë unë ti maj kuferat, veç ti gutu mësë me ti karaplanet. Mësë vëna ti. Gutu ti blej që ta, mësë më shele të qani, unë e ti ruj këto. Që kjo është elvalia. Po dhësë Allah, po të me thonë qëre, unë një mi këtë. Apo, gajlet, problemet, vezvezet, lemi mu. Ti veç esë nudhen që të këmë thonë apë. Mëse bajti këtë gale apë. El-Wali. E kuptove? A ka ma shumë garanci që kaqë? Emni allot El-Wali po qënë mesaje të qarta se ti ecë e brengat i bonaj. Gale ti hekaj apë. Ama me bindje. Jo, apo anë i pëpërojnë në një mu që përbotëm. Jo, nëse e përvon s'kapë. Se Allah nuk e dënë përvon. Allah e dënë bindjen. Në përvon për adhurim, jo për eksperimente. E nga kusht të adhurimit të kush, bindja. Prandaj Allahu xhalla xhalu në surën Nisa çka thotë? Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Prap nasir. Allahu thot, Allahu i njeh më mirë se ju armiqtë e ju. Pengesat që janë, probleme që i keni, fitnet e kohës së juaj, joshet,
I din Allahu më mirë. Ai din më mirë se ju çka janë. Dhe paramendoj tash këtu kur po i din, apo nuk e ka përdor pastaj. Shikoj Allahu, wallahu a'lamu bi a'daikum. Allahu i din më së miri armiqt, pengesat. Armiqt nga gjend, nga njerëz, dunjaja, epshi, i një më mirë. Tash përballë kësaj që kena armiq, kena probleme, Allahu u di më mirë se ju, ku është qetësia? Kur të Allahu unë i di më mirë se ju armiqt, po e din më mirë se na, po ke bën që ka armiq, ka probleme, ka pengesa, apo kjo është shqetësim. Mirë, me çka na ka qetësu? Wa kafa billahi waliya. Mjafton që Allahu e keni wali. Këtë armiq bashkë po, këtë pengesë bashkë po, a ki Allahu në wali? Mjafton. Kry kafa billahi waliya. Ai vetë mjafton Allahu që është valiu i totën. Mjafton Allahu që është miku i ai që ka marrë përsipër me të hjek pengesat dhe problemet që ti lëshëm të vazhdosh në rrugtimin dhe të Allahut përmes adhurimit. Dhe kjo afërsi që Allahu po ta ofron. Kjo afërsi që Allahu po ta ofron, kjo mundësi që Allahu po ta jep. Duhet me shtu inkurajimin e guximin, nisu, mos ki frikë. Në Allahun mbështetu nga se el wali është pasteje, sikur se është edhe el-hadi e nësir e kështë më dhafër. Nga emre që ndërtojt me to, mendimi mirë për Allahun në stabilitet, e qëndëshmëri, e vazhdimësi të një në fund, mendimi mirë që Allahu kome në mu. Sprovat, din të lashtë din, po Allahu kome në rujtë fenë. Allahu kome në rujtë namazin, e ezanin, e hijabin, Allahu kome në rujtë. Tjetër, ku kemi ende mbështetje, shtylla e radhës nga emrat e Allahut, është emri Allahut Ash-Shakur. Emri Allahut Ash-Shakur. Pse emri Allahut Ash-Shakur? Për shkak se të ndërlozë nga kuptimet Ash-Shakur është mirënjohës, falëndërues, pi shukër. Nga kuptimet e këtij emri në këtë pikë që përkas për të është se Allahu xhallahu thotë, ti e bën një adhurim, pastaj unë të falenderoj me mundësi të një adhurimi tjetër. Adhurimi i parë nga Allahu el-Hadi, edhe Nasir, edhe el-Wali. Ti e ke bën një adhurim, për shkak se këta emra ka qenë funksional në raport me ty dhe ti ke hyrë në rrugën e udhëzimit. Çdo adhurim që e bën, e shekur të falenderon e të uzon në udhëzim të radhës, në adhurim të radhës. Ai e shekur është garantuesi i vazhdimësisë. Edhe subhanallah të ndërlozë. Është interesant se emri e shekur ka ardhur shpesh në kombinim me një emër që thosh e pse me çita ka ardhur. Pse me çita ka ardhur? Për shembull me çka ka ardhur? Shpesh e ka ardhur me emrin Ghafur. Inna rabbana la ghafurun shakur. Ghafur është falës, edhe falëndërues. Pse falës? Për shkak se shejtani vjen thot për shembull që është për falë namazin ti, që është për banë të këta, dënë që me u fokusu të metat, jo në kuptim të përmirësimit, po në kuptim të dobësimit e zhgënjimit. Për shembull, falë namaznat të s'ka koncentrim, e len krejta, s'ki koncentrim, s'po muna mu koncentru, që po shkujmë me, po me rgjumi, edhe s'bohët kush. Jo, apëtën, jo. Nëse dënë koncentrim, apo, shekur për dhe të vazhda, e përshimet për dhe të gafur më zbajgale, apëtën, se ti fali, apëtën. E ku të kombinimin nga Ghafur dhe Shakur? Lëshimet në fazën e përpjekjes, në fazën e rezistencës, për me qenë ma mirë, funksion emrat el Ghafur. Çdo lëshim i falën është për shkak se duke u përpjek. Ndërsa, përmirësimi i gjendjes për shkak të përpjekjes, garantohet me emrin Allahut Ash-Shakur. S'është e mundshme, ti po përpjekësh, edhe ai mos me ndëry fare me emri ti an-Nasir ose Shakur, me ndihmu ose me qenë mirënjohës e falëndërues për përpjekjen, për gjumën që ke prish, për lodhin që ke bë, për sakrificën që ke bë, këto më radh e pamundshme është. E pamundshme është. Prandaj njihe Allahun me emrin e Shakur, edhe kimë pasë qysh mendimi mirë funksionon, e ndërtohet qysh duhet në raport me çështjen e stabilitetit. Edhe e fundit pe emrat e Allahut, e fundit emrat el-Qadir. El-Qadir. An-Nasir, ndihmon, tek mund ajo është el-Qadir, i gjithfuqishëm. I gjithfuqishëm. Ai që e mon qiellin, e mon tokën, e mon diellin, e mon hanën, ai që krejt i bën atë, el-Qadir,
se man imanin zemër tonë? Se man? Kush i man qete tokën? Kush i man? Mos më ra. Kush e man diellin? Kush i ban këtu? Kush i ban këtu? El Qadir, i gjithfuqishmi. Ande gjitha këtu Allahu i man me fuqinë e tij. Dhe s'ka mundsi askush me i dal përpara. Atëherë padyshim se edhe zemrën tonë është i gjithfuqishëm me majt në rrugën e duhur apo. Njerëzit kanë mundësi me aprish ndonjë rregull që Allahu ka vendosur në kosmos. S'mundën asnjë. Për ligjeve po las, për ligjeve. S'mundën. Njerëzit i zbulojnë këto ligje dhe përfitojnë, por nuk kanë mundësi me ndryshuar. Pa mundësi është. Ligjet e Allahut për shembull, që shka dashur ai Nimrudi me boptën. E ka thënë Ibrahimi, fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriq, fa ati biha min al-maghrib. Allahu e sjell diellin nga lindja ka perëndimi. Hajde të sjellë ka perëndimi lindja. A mundesh apo gjithmonë? A mundesh në sabah, më thon, ka më perëndu dielli, ka më lind dielli ka perëndimi. S'mundesh apo? Pa mundesh është. Legji i Allahut është që shtot me lëviz. E tjera. El-Qadir. Prandaj të ndërvozë gjithë ato ligje kozmologjike, këto zhvillime të mëdha që i shumë çdo ditë, ndryshimi i ditës e i natës, lëvizja e shumt e planeteve kështu me radhë, dielli, hana, shiu që bjerë, shumë tjera, gjitha këto janë argumente të vazhdueshme që ushqejnë zemrën besimtar me bindje se Allahu xhallahu është i gjithfuqishëm me mbajt edhe imanin në zemrën tonë. Ai që ngjall tokën e thatë, e ngjall zemrën tonë. Ai që bën që mas dimnit të thatë, e të vrazhd, e të egër, me ra kajt gjithë në tokë, gjithë ka thatë më kohë, më u kthini pranvere këndshme e bukur e mirë, ka mundësi me e kthy pas një zemre të thatë apo e gati të vdekur me ringjall Allahu te bareka u taala. Ka fuqi me e kthy një zemër në pranverë, vallahi që dalin frytet këndshme e kundërman me era të bukura, të këndshme të mira, edhe ka pamjen e mirë në veprat e mira. Ka mundësi Allahu xhallahu ala. Ai shikoi natyrën, shikoi këtë, thuaj ai që ka bukë pse bën këtë. El Qadir, që shtot e bën mendimin për Allahun te bareka u taala. Për argumente thash ka shumë nga argumente që Allahu xhallahu taala tregon se ai është që udhëzon, sikur se thot Allahu azza yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Në surën Ibrahim Allahu thot, Allahu i forcon në këtë rrugë ata që kanë besuar me fjalë la ilaha illallah, i forcon Allahu xhallahu në dunja, në adhurim e në ahiret që të japin llogari edhe në varë të përgjithë si duhet, o ju dhillu Allahu dhalimin, e Allahu i devion mizorët, zlumqarët të përgjështrusit, o jef'alu Allahu ma jesha, e Allahu bën që ka dëna. Andaj, të nëvëzër, kjo është argument i qartë, se udhëzimi në dorë të Allahut, vazhdimësia në dorë të Allahut, dhe ai bën që ka dëna. Andaj, me këte emna ne fuqizohemi edhe e ndërtojmë mendimin e mi për Allahun në aspekt me qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë në punë të mira. Ka edhe shumë argument tjera, e tash jemi të pjesa e tretë e kësaj çështje që ka të bëjë me funksionimin. Tash kemi mendimin e mirë për Allahun, emrat e Allahut dhe vazhdimsinë. Apo sikur se kena bën në çdo pikë këtë rëkanç, çysh këto kur kombinohen, çysh funksionon ky kombinim? Çysh funksionon ky kombinim? Nga se nëse mungon njëri kënd, s'ka funksion. Emrat e Allahut, mendimi i mirë edhe garantohet vazhdimësia, stabiliteti, qëndrueshmëria në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Çysh funksionon kjo? Çka e bën këtë funksionale? Çka e bën? E bën bindja dhe kuptimi i palkundur se adhurimet sjellin adhurime. Çdo adhurim sjell adhurim. Çdo adhurim sjell adhurim. Prandaj nga treguesit e pranimit të një adhurimi është adhurimi tjetër pas tjetër. Është tregues. Ai ti do me qenë stabil, apo? A do me qenë i qënë shumë nuk Allah të azhëllë. Merë me adhurimet e kohës, e ditës, e momentit. Ato kanë me qenë pastaj lidhje me adhurimet e të nesërmes, ose adhurimet e formave tjera të çështjeve të shumta në jetën e përditshme. Kuptimi i dytë është të ndërvozur se frika nga devijimi duhet me qenë prezente, por e balansuar me shpresën se Allahu është ai që na mban në rrugën e drejtë.
Domthon edhe këtu funksionon ajo, që më thon, dy polet që i cekat e duaja. Allah është që na ka udhëzu, ai ka më na rujt. Na bëna mëkate, na kemi lëshime, na se vlerësojmë sa duhet udhëzimin, na ndoshta më të dash më u përjashtu nga ky udhëzim. Mirë, po Allah është ai që e ka ndur udhëzimin, ai na mon, ai na fal, ai është mirënjohës për përpjekjet tona e kështu me radhë. Ç'ky kombinim mes dy anëve, çka Allahu bën dhe çka na meritojmë, është një funksion i mirëfillt i mendimit mirë për Allahun te barekuhu teala dhe i kuptimit të drejtë të emrave që mbi to ndërtohet mendimi mirë për Allahun te barekuhu teala të ndëvozur. Unë kam frikë, është vërtet. Edhe kom shpresë Allahu na ruan në udhën rrugën e drejtë. Gjithashtu të ndëvozur duhet me qenë të besimtari nga kur to bën bashk funksionon qysh edhe në këtë kuptim që po të më përmend. Brenga kryesore të bëhet ahireti dhe lutja kryesore stabiliteti. Brenga kryesore të Allahu shka me dojnë. Brenga është. Gale. Duhet këtë gale të dunjas me i dominu gale ahireti. Gale për ahiret nuk i përjashton gale dunjas. Na kena brenga, kena probleme dunjas, normal, njëmi njerëz. Na sheson kjo, na brengos kjo, një normale. Mirë po të gjitha këto brenga duhet me i dominu pa konkurencë, brenga për ahiret. E vërtet kena gale këtu, kena do borxhe, kena do probleme, kena do investime, kena një smundje, janë brenga. Mirë po, nuk bën këto brenga, të rëzër, nuk bën këto brenga dunjas, me na e nënvlerësu, me na e zbe brengën e dalës për Allahut, brengën e llogaridhënies, brengën e përfundimit nesër, ku kemi shku, ku kemi përfundu. Kjo është brengë që dominon gjithmonë besimtarin, gjithmonë e dominon. Dhe përmes kësaj brenge dhe gale i menaxhon brengat e tjera të dunjasat. E brenga për ahiret është tregues i mendimit mirë për Allahun te barekuhu teala. Pse? Për shkak se Allahu te barekuhu teala të ndërlozon këtë dunjë ka bërë kalim, korridor. Ndërsa ahiret ne ka bërë përjetshëm. Momentin kur ajo që Allah ka kërkuar për ty, se që është për ty me e dobishme, bëhet brengë për ty, ti mendon mirë për Allah se që ashtu që Allahu ka unë, që është e duhur atë. Se Allahu Gjellewala ka përmenu në Kur'an, se që kemi dhe mendimi mirë është, ti është i binu se krejt që ka Allahu e sjellë të ti, është e dobishme për ty. E uzive që Allahu i ka sjellë, që ka thojnë? Ule l'akhiretu khairu laka min al-ula. Se ahireti për ty është maj mirë, se e para, pa krasimisht. Sa do koftë, të me punu, mu angazhu, po, me u avancu, me fitu, sa të mush, e vërtet është. Punani, angazhoni, fitani, ngrituni, shkollohuni, arsimohuni, përparani, kjo është e pa kontestueshme. Mirë po, ahiretin më sotni. Se nëse u pa ahiretin, në emër të avancimi, kur e s'ke vopë? Absolutisht. Andaj, ruje ahiretin se që atjo është jeta, që atjo është përjetësia, që atjo është krasia rala. E ku kjo bëhet brengë dominante që e organizon jetën dhe i përsakton prioritetet, edhe lutja është, o Allah, majmë stabil në këtë brengë, mos të që brengë e dunjas e caktuar të ma largon këtë brengë të ahiretit, është e guës se po funksionë mirë, mendimi mirë me përpjekjet për qenë stabil edhe për qenë qërushën në rrugën e Allah të azogjerë. Gjashtu nga ato që të ndihmojnë është, mos e provoko devijimin. Mos e provoko, qëra Allah është elhadi, është nesir, është shekur, është gafur, po është mos provoko. Qëra këta rëqito, mos afra kësaj, edhe përmbaju rregullave, përmbaju udhëzimeve të udhëzuesit. Nëse e provokon njëri devijimin, atër pa dyshim që këta emre nuk funksionin. Dhe është tregues i mendimit keq për Allahun te barekuhu teala se mendon se mbetet në udhëzim duke provokuar dënimin, duke provokuar hidhnimin, duke provokuar devijimin. Ja, çish provokohet devijimi? Provokohet kur i afrohesh. Provokohet kur nuk ja vëdon vënë hiç. Ja, mesela. Ja. Gajla është treguesi se provokanti. Nëse në vlerësimin e devijimit, afrimit tek shkaqja e devijimit, është treguesi provokimit të devijimit Allahu na lut. E provokon? Për njëri për shembull mirët me lexim të punëve të caktuara që janë dilema trona. Ti jam as unë kam iman. Ose është i përgatitur. Lexoj dikur po më duket valla kur të shoj halal. Nështë edhe ka mundësi
Kurani është e ka shumë Muhamedi, në është ato. S'po tham njerëve që kadar çto. Po ke provoku pse në tema, nuk po tham që ata janë çaq të fortë. Jo, po ti do për me jetës. Dietar kanë hije, kanë shkuar, kanë dalë pa i lënë shaj hiç. Po ata që në fort pa, ma ti s'ki imunitet. Ti merres mush. Andaj mos provoko. Si dikush që ka dobësi imunitet e din se provokon vetë me dal kur oftaf, se provokon vetë kur me din hallën e vet. E din hallën e vet. Apo. Ne po me provoku për shembull ka smunë sheqerit, apo ne provokon mushim, i hyj sheqerit. Çka do të mjeku? Pse me burs? Apo pse provokoj vetë atë? Po kështu nuk hyj sheqeri. Po çysh nuk hyj po vallai, çysh të hyj pa të hongër buk tepër, të hongër mëlçina tepër, ajo është vërtet që puna po. Ose stres ose çka do të hyj sheqeri, se rëndësia. Po do të thonë që gjithçka ka sebepin e vet. Mos e provoko valla. Mos e provoko, nëse do me pas në kontroll. Edhe devim mos e provoko. Nga mendimi i mirë për Allahun është mos e provoko dënimin. Mos e provoko devimin. Edhe nga mendimi i mirë për Allahun që funksionon këtë pikë me atë kombinim e treshit është shoqënia e mirë. Rrim me njerëz që në udhëzim. Rrim me njerëz që domthonë e mirëmbajnë udhëzimin tonë dhe ti u mirëmban udhëzimin. Me njerëz të cilët realisht e kanë der të ahiretin, e kanë der stabilitetin, e kanë, domthonë, breng qysh me ja dal në zbatimin e urnëve, qysh me ja dal më largu nga dënimi i Allahut te barekuta. E me çta njerëz në ato? Shikoj Allah i ka pejgamberit dhe ato tjerë, osbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ti osbir, shikoj rri i qëndrueshëm, rri stabil. Me ata që e lutin Allahun me gjestë dhe mbrëmje, edhe kanë përshëndet marit kënaqësinë e Allahut të xhel. Yuriduna wajha, do fytyrën e Allahut me pa dhe kënaqësinë e Allahut me arritëm. Andaj të ndërlozën, shoqënia është më rëndësishme, me kom përrenti. Ti mos e pas brengën për het, sa biesh të mbaja, po kurrish non stop, vazhdimsi me njerëz që flasin për shifra, flasin për të punën kështu me radhë, ta zbejnë kada normal Allah. Ti ki më pas më si punë me këta normal, s'po flas për punë që ki, ama shok, brengës, dertit, galeve, neve, meq të ki, meq e ahiretit, meq të rrugtimit për bashkët për ahiret, që ta të me konë esenca e shoqërisë tone, esenca e rrethit tonë me konë rrinti, nga se normal është Allah që, normal është që nëse rrinë me njerë që non stop prodhojnë dilema, ka me të rrugë një të Allah, s'monë është Allah, non stop prodhojnë dilema, ti që kime po, tanë ku kime letë këtheja këti, dikur mo, forca rezistuese dhe imunitet dobësor dhe ndikosh, e pa mund shmash, ndikosh Allah. Andaj kujdes me kënë po rrinë, me kënë po shoqënosh, kujdes me kënë po flet, kujdes me kënë po flet, dhe qka po flet, kujdes, me ditë, për të tema, janë falë me tiju. Me tim tjetër, bojna ma betë për sport, s'prish punë, bojna ma betë për biznes, s'prish punë, për tema jo. Shka këse, asë mi gaqë me të e përgjigje, e asë ti s'mush me marë për me të mush me në që jo feja është e dopt, i thash pas ditë me ma këthy, edhe ato e dopson edhe vetën e dëmton. Kujdes mos rinë debate në temat pa nevojshme, për shkak se mush me provoku devimin Allahu na ruaj. Prandaj shoqënimi i mirë apo. Dhe pika e fundit të vëllezër përmbysje e këtij dersi është si arrihet mendimi për Allahun xhallahu ala. E mësum, domthon çish funksionon, çish ndërtohet këtë çka, shembujt edhe shpejt në përmbyllje, domthon veç disa udhëzime sa mos më të bash këtë pikë e si ndërtohet apo të ndërlozë. Padyshim se e përmenda më herët edhe pa të shembull praktik se burimi kryesor esencial që e ushqen mendimin e mirë për Allahun, edhe në raport me caktimet e Allahut të kaderit, edhe në kuptim me shpallën e Allahut xhallahu ala, që kemi këtu janë dy që vijnë nga Allahu te barekutaala. Burimi kryesor është njohja e Allahut te barekutaala. Vallai kush e njeh Allahun e don Allahun. Kush e njeh Allahun mendon veç mirë për Allahun azza xhel. S'ka më si dyshim, e pamundshme është Allahu. Veç mungesa e njohjes sjell probleme me mendimin e mirë. E në kuadrë të njohjes është edhe njihje vetën tonë. Nëse duhet me mënu keq për dikën, nëse dikush është përgjegjës për diçka, ti, unë jam, nërsa Allahu nuk vjen sherri për ti kur, vallahi nuk vjen e keqja për ti kur, nuk vjen dëmi për ti kur, na e sillëm dëmin, na e bëjmë sherrin, na e bëjmë problemin, nërsa ajo është falës, ajo është udhëzues, ajo është bëmirës, ajo është i gjithëmshirshëm. E që qasje e vazhdueshme, sa më shumë të ushqehet,
gjithmonë e garanton dhe mirëmban mendimin e mirë për Allahun te barekutaala. E dyta, ajo që e garanton e sjell mendimin e mirë për Allahun te barekutaala është, domethënë, vërtetimi me bindje i premtimeve të Allahut azza wa jall. A ka thonë më lutni, ju përgjigjim, vallahi që është të. S'ka tjetër atë. A ka premtuar Allahu te barekutaala ashtu. Atëra këta e kena kry, këtë dirë më shelmo, këta se qelë më kur, ta është që më dirë tjera, që janë të mundshme të hapen, që të shikujmë se kur të lashe. Allah ka premtu se ai që pendohet, ja pranon pendimin. Çdo hamendje, a më falë Allah, së më falë, është problem me mendimin e mirë. Ai ka unë të fali nëse pendohesh, çka ka masoj më me menu tjetër çka? Ai ka premtu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i fal gjitha mëkatet. Kush guxon me thonë ndryshe? Kush guxon? Kush guxon me hamencu dikon në raport me pendimin? Nuk guxon. Nga sa është pastaj ndërhyrja në kompetencat e Allahut e dënimi është i dhëmshëm. Ama te pendimi, ti këshire vetën tonë veç, a ke mësu kushtet, keqardhja, baktisja mëkatit, vendosmëria sa nuk kthesh më në mëkat, çikaq janë ti më ndërmarr. I ke një hak dikut, ktheja hakun, kërkoj halal, falje kështu më radh. Çikaq, masoj me bindje te se Allah ka vërtetuar pendimin, me bindje. Për faktin se Allahu ka thonë inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah i ka falë mëkatet. Dhe pastaj vazhdon tutje me pjesën që seka të vazhdimësisë edhe të domthonjë punëve të mira. Na të vëllezër, kur them me bindje që Allah i ka falë mëkatet, e kemi përshtim me bindjen e mbylljes të së kaluarës. Dhe se mendimi për Allahun te barekutaala është gjithmonë aktiv se Allahu xhallahu ala ka me na shpërbly. Mirë po, a kanë mundësi ato më aktivizu ndonjëherë? A ka mundësi ndërsa pendimi s'ka qenë i mirë? Po, edhe këtu është pastaj veç një dozë i rezervës për shkak neve, jo për shkak të premtimit të Allahut te barekutaala. Për shkak neve gjithmonë, veç. Mirë po, ai që i plotson kushtet, Allahu ka premtuar se ka më pranuar pendimin. E s'ka tjetër. Allahu ka premtuar se Allahu ka më udhëzuar ata që besojnë. Allahu ka premtuar se Allahu ka më marrë në drejt. Allahu ka premtuar se ka më animu. Këto Allahu që ka premtuar. E Allah thot, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah nuk e shkel asnjëherë. E as nuk e thënë Allah asnjëherë premtimin e tij. Andaj besimi i fuqishëm, bindja e fuqishme në premtimin e Allahut e ushqen mendimin e mirë për Allahun te barekutaala. Gjithashtu të vëllezër, ajo që ushqen mendimin për Allahun xhallahu ala është pak problem për të shep, po për të qështët kuptimisht. Jënë dy gjëra me rëndësi kur bie fjala për besimin. Ti besosh Allahut, me besu se Allah ekziston, se Allah merret me adhuruar, e dim ato çështje besimit ato. Domthon ti besosh Allahut është një, ti ja besosh vetveten Allahut është dy. A ka dallim? Ka dallim. Na besojmë, njerëz besojnë se Allahu ekziston, i gjithfuqishëm është. Ai është i urtë, i këtë dorti. Ama kur vjen puna me ja besu vetveten Allahut matet. Me ja besu pasurinë Allahut matet, me ja besu jetën Allahut matet. S'ka matje. Besoj atë. Besoj, sikur se kanë sill do shembull njerëzit. Ka shembull jetës me kuptuar pse ky shembull është shumë simbolik, po kur ahudh prindi ose i dashur fëmijë nalt, fëmia kesh. Apo, pse? Pse e din se ja ka besu vetveten që ati që e ka gjujt atë. E ka besu? E ka besu atë, e kesh. Për shkak se e kupton se është çështje e dashnisë, nuk është çështje e dëmtimit atë. Çfarë të kuptoj atë? Kur në sprovë bëkja gjundi, ku një vetë që i rrezikum, dije se po don që ta ka sprovuar. Me të ngrit, me të udhëzu, me të këndell, me të kthy kaj. Shumë mundësi ka atë. Andaj besoja vetë në Allahut. Pejgamberi asum kur bënte me flajt natën, çka thonte? Nga duat e gjumit është japtën. Nga duat e gjumit që duhet natë për natë me e thonë. O fawattu emri ilejk. Kejtë punë të mija të dërzoti. Unë e po flaj, të rëzema, arreja, së rëzdijune, të ndurë tonë e për laptën. Mushnit, këto senet, frima, del, as del, qatë diune, a marfrim, as marfrim. Ty për të loa zotë. Pasunia jam, a djegët, as djegët, a vjedët, a qka botë, thmija mi kejtë, fawattu emri ilejk. Unë e po flaj, të arti këshyrë të senet. Dërzoja Allah të zogjan. Kusht trunë kër jetë të flajt? Pa dhe kur që është kusht trunë? Andaj fawattu emri ilejk. Mësohu mu dërzu.
Mësohu më dorëzu komplet, i dorëzuam Allahu te barekuta. I dorëzuam çështjes komplet që Allah e ka sjellë. Dorëzoju. Bind shumë udhëzimeve të tij se çaty është hajri apo. Wallahi në shtat fillim dorëzohu se çaty ka hajri apo. Nëse Allahu ka thonë çështë çaty ka hajri apo. Dorëzohu. E ajo që e ushqen mendimin është dorëzimi plot Allahut azh. Jo veç besimin te, po ti besosh atij nga një anë dhe ti besosh vetën atij është nga ana tjetër. Dhe e fundit e ndërgëzër që ushqen më të madhe, ka shumë, dyshim, pika, është edhe duaja. Duaja, me bo dua, lutën e Allah në zvel, natë e ditë, vazhdimësi, veçanërisht në Ramazan, syfyr, niftar, në këtë pjesë e pandashme lutjeve tua, o Zot, mboshë zemrën time me mendim mirë për ty. Ruajmë Allah nga çdo cytje që e njollos mendimin e mirë për ty, nga çdo sprovë që e lkun mendimin e mirë për ty, nga çdo epsh, nga çdo çështje që ka mundësi me e paksu, me e dobësu, me zbe mendimin e mirë për ty. Lutë, ka ndër transmetime se pejgamberi është lut për mendim të mirë, ndërsa se përket dietarëve të parëve ton, kjo do është shumë e përhapur. Lutja që Allahu xhallahu ala më ambush zemrën mendim të mirë për Allahun te bartare. Ai që ka mendin të mirë për Allahun azza xal të vëzër në përmbyllje, ai ka punë të mira. Se mendimi mirë në kupton me bë punë të mira, angazhime të mira, përpjekje të vazhdueshme. Mendimi i mirë për Allahun asnjëherë nuk kombinohet me dembelin, me përtacin, asnjëherë nuk kombinohet me shpresën e kot, absolutisht, por gjithmonë është kombinim me besimin e drejtë në Allahun dhe adhurimin e vazhdueshëm dhe përkushtimin e denjë ndaj Allahut azza xal deri në frymën e fundit. Sikurse e përmenda vazhdimsi, ky është mendim i mirë se Allahu ka më na forcu, Allahu ka më na mbrojt, Allahu ka më na rujt, Allahu ka më na ndihmu. Edhe nuk ka më leju Allahu xhalla kush më prek në fenë e tij apo në udhëzimin e tij. Nga se ai ka zbrit dhe ai ka më rujt, ai ka më ndihmu. Çish ka thënë Allahu te baraka u taala. Se Allahu është dëshmitar i kësaj. Wa kafa billahi shahida. Mjafton Allahu dëshmitar për fjalë që i ka thonë. Mjafton Allahu dëshmitar për premtime që i ka dhënë. Mirë po, mundohu ti në përkushtimin tënd, me zellën tënd, me produktivitetin tënd, me qenë i dobishëm, ti je një dëshmitar i Allahut te bartola se udhëzimi ti është i dobishëm për njerëzit. Bëu ai që u përmirëson njerëzve mendimin e mirë për Allahun te bartola, me përkushtimin tënd, me adhurimin tënd, me sabrin tënd, me qëndrumin tënd në fenë Allahut te bartola, që njerëzit edhe përmes neve ta kultivojnë e ushqejnë mendimin e mirë për Allahun te bartola. Allahu na i pasurof zemrat me besim të drejtë në të. Allahu na ushqef zemrat me mendim të mirë për të. Allahu na i lehtësoft Ramazanin. Allahu na ndihmoft me arrit këtë Ramazan. Shëndosh e mirë e rahat. E lutem që të dominon në familjet tona rahatia, qetësia, dashnia, respekti, vlerësimi, mirënjohja, bashkëpunimi, po edhe për te murave të shtëpisë tonë. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë dhe na përmirësoj gjendjen neve dhe gjithë muslimanëve në botë kudo që janë. Dhe është Allah që ky Ramazan tjetë në Ramazan nga më të mirët deri më tani. Një Ramazan që i dëshmojmë Allahut azza xal për kushtimin ton, por edhe mirënjohjen ton për udhëzimin që na ka dhënë dhe mundësinë që ti marrim dhe kuptojmë mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Paqë Ramazan të këndshëm, Allahu ju ndihmoft, ju lehtësoft punët e miru takofshëm. Nëse ka pa Allahu imër e shnet mas Ramazanit, Allahu ju ndihmoft, ju shpëbleft e ju dhasht gjithat mirat. Selamu alaikum wa rahmatullah.